të Shqipërisë përgjatë rivierës mangjepse shqiptare, shtrihet fshati i Borshit, një prej fshatrave me natyrën dhe vijën bregdetare më të bukur në Shqipëri. Relievi i këtij fshati është kaq mbreslënës, ku malet lidhen bukur me detin dhe ku kaltërsia e ujrave shkrihet bukur me ngjyrën e gjelbër të ullinjve shekullor. Por bukuria e Borshit nuk përkufizohet vetëm tek deti. Ky fshat është i njohur për burimet e shumta të ftohta natyrore. Përtej asaj që shohim sot, duhet të dimë që pikërisht pozicioni gjeografik dhe strategjik i këtij fshati kanë sjellë jo vetëm zhvillimin, por dikur edhe pushtues të huaj dhe luftra. Referencat historike tregojnë se Borshi ka qenë i banuar që nga lashësia. Ndërsa fshati që shihni sot Buzdetit është ndërtuar vonë, shumë vonë aty, sepse Borshi i dikurshëm vinte pas asaj që quhej Kalaja e Sopotit dhe sot njihet me emrin Kalaja e Borshit. Si ka qenë Borshi dikur? Borshi vjetër, me sa dim ne nga historia, ka qenë nga mbrapa kalas Borshit, rreth viteve, sipas këtyre historianëve, do të thënë Borshi vjetër ka qenë nga vitet 1900-1200, ka ikur si rezultat i shpërnguljeve të luftrave që janë bërë me romakët. Sepse qendra e Borshit ka qenë Kalaja e Borshit, që njihet me emrin Sopot pas lindjeve të slavëve. Megjithatë, sipas dokumentave të historisë, Borshi është djegur nga ajo fushata që mori perëndori romak Palemili dhe shkatërroi në gjithë Bregdetin, midis tyre dhe Borshin, rreth 70 qytet në kohën e ilirëve. Dhe që atëherë, sipas edhe historive dhe gojdhënave që përcillnin gjishrit e stërgjishit tanë, Borshi u shpërngull nga këtej dhe vajti për të mbrojtur në luginën e lumit të Borshit. Por nëse gjurmët e fshatit të dikurshëm duken pak, nuk mund të themi kështu për Kalan. Kalaja e Borshit është një nga fortifikimet më të rëndësishme të Shqipërisë jugore dhe është ndërtuar pikërisht për këtë qëllim, për të kontrolluar të gjitha rrugët të cilët të sillnin në rivjerën e jugut. Daton nga periudha antike, por është rindërtuar gjatë periudhës bizantine dhe otomane. Sigurisht historia dhe shtresëzimet e saj rrëfehen përmes të gjithë këtyre fortifikimeve të mureve të larta të cilët ne shohim këtu sot në Borsh. Kjo kala po ju nënshtrohet rikonstruksionit, duke nxjerrë të gjithë në pa atë që sot ka mbetur nga ky fortifikim i cili ka shërbyer për të mbrojtur të gjithë të territore dhe veçanërisht fshatin Borsh. Kalaja e Borshit është ndërtuar 2400 vjet nga sot, nga viti 2000. 4 shekuj përpara Krishtit. Por sipas studimeve të veçanta ndoshta të historianëve dhe të tyre që kam lexuar unë, këtu ka edhe mure shumë të vjetra që ne i thomi gurët të pellazgëve, që mendoj që është shumë më e hershme se kaq. Muret e kësaj kalaje ka kaluar gjithë historia, jo vetëm me fshatit ton, por edhe një pjesë e kombit ton, e fiseve ilire që kanë qenë kaonët, ka kaluar duhet ta shikojmë në muret e kësaj kalaje, në rrethimet e kësaj kalaje. Kalaja e Borshit e ka zonahilin që në shekullin e 4 para së re. Shekullin e 4? Para së re. Po. Herë është ndërtuar nga fiset ilire dhe kriot. Dhe shkatruar në shekullin 5-6 nga fiset barbare. Më pas u ndërtua në mesjet dhe në vitin 1258 mori emrin Kalaja e Sopotit ose Kalaja e Borshit. Është në një pozicion shumë përçarshëm, është rreth 326 metra ndarësi, është rreth 5 hektar, sipërfaqja e saj, është rënuar, por fati është i mirë sepse shteti ka vënë dorë dhe po e riparon. Kjo është gjëja më e mirë.
Brenda kalasë së Borshit ndodhet edhe xhamia e vendosur pranë hyrjes kryesore të kështjellës. Garnizoni turk kishte ushtarët që kishte këtu dhe këtu kishin ndërtuar atë xhamin. Xhamia është ndërtuar rreth viteve 1760, 720, 720. U ndërtuar prej kujt? Për ndoshta prej robërve të luftës ushtallarëve që kishte që merrin Po, ata. sepse ka referenca që thonë është ndërtuar gjatë periudhës së Ali Pashte Pelenës. Jo, është ndërtuar shumë herët dhe ishte i shërbente për të falur, për të bërë ato ritualin fetar të muslimanëve, të ushtarëve turq ishin. Edhe këtu ishte xhamia. Më kujtohet babai im thoshte që na vishte babai bukur, visheshin mirë dhe na merrte për dorë dhe vinte këtu kur vinim këtu gjenim shumë njerëz. Ca vinin lart, ca zbrisin poshtë. Sa rëndësishëm është ky monument për ju, Borshjot? Jo, nuk ishte. Ne kishim teqe, ne jemi musliman, sekti Bektashi. Momentalisht po punohet tek xhamia, tek pjesa e xhamisë, është bërë veshja e kupolës me plumë dhe restaurimi i pikturave murale të brendshme. Xhamia në vetvete në brendësi nuk ka patur ndërhyrje restauruese më parë, pra janë ruajtur me kujdes pjesa e autenticitetit të këtyre pikturave, të cilat do shërbejnë edhe në formën e një muzeu, le të themi, dhe një gjë të veçantë se si brenda një kalaje mund të jetë edhe pjesë edhe një xhamia e atyre periudhave. Kalaja e Borshit po i nënshtrohet procesit të restaurimit, ku gjithë ndërhyrja është përqendruar jo vetëm në përforcimin e strukturës, por edhe në pastrimin dhe nxjerrjen në dritë të gjithë strukturave të saj që dikur kanë qenë mbuluar nga dherat dhe bimët. Shuar shumë në kohë, në vite kjo kala, apo i ka ruajtur strukturat, disa prej strukturave? Elementet e kësaj tani duken dalë më në pa, po ishte shumë e shkatëruar, ishte shumë e shkatëruar në vitet. Si duket edhe në kohën e Ali Pashte Pelenës, u restauruan gjëra të veçanta, jo e gjithë kalaja. Këtu ishte më këmë si Haxhi Bedos për këtë pjesën e ndoshta të Bregdetit, kë kishte ajdo në ahijes Purveleshi, ishte Haxhi Bedo quhesh, i cili bashkë me ditjen e tij u vra në ndihmë të revolucionit grek në Peloponez, diku në pjesën e Çamërisë, ndoshta. Punimet kanë ecur në mënyrë graduale, duke qenë se gjatë pastrimit të bimësive në zonat të caktuara janë gjetur edhe rënoja arkeologjike shtresëzime që në fillim të shekullit të 20. Janë gjetur disa pjesë cisternash ujor të ujit për depozitimin e ujit në kohët e ndërtimit të kalas, dhe kjo ka bërë të mundur që të ndryshoj pak dhe pjesën e itinerarit që vizitorët do kenë gjatë kalas, pra edhe sinjalistika, sepse projekti përfshin dhe sinjalistik, do ndryshoj dhe pjesa e sinjalistikës dhe e itinerarit kulturor, cilin do të kaloj kalaja. Kjo kala u pushtua përfundimisht nga turqit dhe një histori sakrifice e shoqëron këtë fortifikim. Çfarë dim ne nga historia në kohën e Skënderbeut, paktën, kjo kala është hedhur në erë nga vetë djemtë e Borshit, ushtarët që ishin brenda këtu. Sepse komandanti i Borshit, që komandonte kalan e Borshit, bëri një marrëveshje me turqit për t'u dorëzuar. Ai u mlodhi luftëtar dhe tha kush do të dalë, kush është gati për të dalur, mund të dalë. Ne nuk dalëm. Dhe ne do dorëzojmë kalan, u tha turqëve, në momentin që gratë dhe fëmijët do të largohen për në Italinë e Jugut, për Kalabri. Dhe me anën e zjarreve, me sa di unë, sipas gojdhenëve të pleqjve të Borshit, ata u larguan në drejtim të Palermos dhe duke ndezur zjarret, sipas sinjaleve të zjarreve, atëherë u hapi portën ai komandanti dhe me ata ushtarët më besnik të tija, kishte hapur barutin për depot e kalas dhe u vetë flijuan të 300 djemtë që ishin nga Borshit, 300 luftëtarë, me gjithë komandantin e tyre u vetë hodhen në erë, kur hinë turqit brenda në kalan e Borshit. Ashtu siç tregojnë banorët, fshati i dikurshëm i Borshit kishte kanunin e tij qeverisës, që quhej kanuni i Papazhulit, që më vonë u njoh si kanuni i Labërisë. Këtu është si punë e kanunit, lek duka gjini që ishte në veri, po këtu ishte kanuni i Papazhulit. Ai ishte një prift katolik që jetonte në Zhulat, dhe Papazhuli ishte një njeri shumë i zgjuar, një prift shumë i zgjuar që krijoi një paketë, si thua, ligjore, i të cilin funksiononin fshatrat midis njëri tjetrit dhe brenda fshatit.
borshi të veçantë kishte, edhe duhet dhe trashëguar e brezat e arshëm, kur martohesh një vajzë në mahallën e tire, në lagjen e tire, çunat e lagjes e përcillnin nga 2 hapa secili, derisa e nxirrin nga lagja e vet, edhe në lagjen tjetër e merrte familje dhëndrit. Po, Krushit. Krushit. Çfarë kuptimi kishte kjo? Apo që të gjithë kishin mundësi ta përcillin motrën? Si motrë e konsideronin si motrë. Ishte një gjë e veçantë. Shumë e bukur vërtet. Pastaj borshi kishte edhe një harmoni të veçantë. Midis bile kush shkelte këto rregullat e brendshme, mlidhesh pleqësia dhe zbonte në fshatin. Nga fshati. Ne kemi Pra duhet kishte harmoninë e fakte, po, kemi fakte që janë pa kontestueshme që fshati Ciroj i Tepelenës është krijuar nga borshi, për arsye se bën një hasmëri me vrasje dhe fshati e dënoi të ikte larg një ditë edhe një natë. I largohej me këtë kohë, domethënë një ditë dhe një natë, për arsye se nëse do vihet merrje hak, të shikonte dikush në male. Po të kthehemi pas në kohë, në vitin 1914, Borshi ishte një fshat i madh me rreth 5000 banor, të gjithë të konvertuar në mysliman pas pushtimit turk, dhe ishin forcat greke ata që mësyn në Borsh, duke djegur fshatin e dikurshëm, më të madhin e asaj kohe. E ka provuar në kurrizin e vet këto dhimbjet e pushtuesve, por fakti ishte sepse Borshi u doq për vetëm arsye sepse ishte musliman. Në 1114 u doq nga grekrit. Kjo ngjarje shënoi një masakër për borshjotët, të cilët u kthyen në tokat e tyre pas 2 vitesh për të rinisur rindërtimin e jetës aty. Borshi i ri filloi nga vitet 1916, kur u kthyen nga djegja e parë që ndoqi grekut, ikën vajzë të Vlorës dhe u kthyen pas 2 vjetëve. Secili ndërtoi një kasolle në baxhen e vet, në fushën e Borshit. Dhe dal nga dal, filluan duke marrur veten në gjendje ekonomike, filluan të ndërtojnë shtëpi prej guri me gërqele, prape sipas të shpërndar, jo me një sistem urbanistik apo me një. Vetëm duke qenë pranë baxheve të vetë, ndërtonin nga një shtëpi sipas mundësive. Por gjendja ekonomike e borshjotëve filloi pas vitit 1925, të ndryshonte. Bile në një raport që kam lexuar vetëm të Namik Telvinës, që ishte se kryeministër sa ditë në një shumë pak si kryeministër, po i raportonte zogut qeverie e tij, domethënë që në Borsh borshjotët i bie mesatarja për çdo familje 3200 franga ari. Por kultura bujësore e borshjotëve është po aq e bukur sa natyra e tij, i njohur jo vetëm për kulturën e ullishteve, por dikur edhe për tregtinë e qitrove. Borshi ishte interesante sepse jetonte me një lloj fruti që ne i thuajmë qitro. Këto qitrot vinin i blinin izraelitët, që nga Izraeli kur kishin festën ata të Krishtlindjeve, ata vinin i merrin borshjotët, i përgatisnin këto në fuqi prej druri, i paketonin me letër, që u asillin ata, i paketonin dhe ata vinin i merrin me varka dhe iknin për në. Po ajo ishte një ardhur shumë e mirë. Dhe nuk ishte familje borshjote që mos kishte qitro në shtëpi, në baxhen e vet. Bushia në Borsh ka qenë shumë e zhvilluar, veçanërisht në kohën e monizmit. Mas rënies sistemit u venit për shumë arsye me ikjen e tij me një tjetër. Megjithatë prap bushiman, po kryesisht në robore dhe pak njerëz kanë kultivuar ullik. Tu ka mundësi, edhe blegturit më shumë, se ka hapësira. Ka hapësira, ka kullota fasa. Po vazhdojnë banorët 9 kullota apo jo? Ka. Gjëmban, jo shumë, po ka. Po ta krahasosh me në vitin e monizmit, është 1.5 ajo e blegturisë më. Ndërsa sot, fokusi kryesor dhe burimi kryesor i të ardhurave është turizmi. Kur ka nisur Borshi me turizmin, se nuk është këto vitet e fundit, Jo, Borshi ka filluar që në kohën e sistemit, Po. ishte ca kabina prej druri atje në. Edhe lagji e shkallës, kthente nga një dhomë apo nga 2 dhoma, mos them që i lironi dhe shtëpinë komplet për të fituar ndonjë lek për të ndrequr ato gjendjen ekonomike. Domethënë ka filluar që në sistemin komunist, ka filluar pjesë e lagjës së shkallës së Borshit që janë Buzderit me turizmin. Kanë një eksperiencë shumë më të madhe nga ne. Unë kam filluar se isha pamundur që të veja, kam filluar në 2017.
Një pjesë e banorëve kanë hapur shtëpitë e tyre për turistët duke ofruar një turizëm sa tradicional, aq dhe familjar. Për mua ka ndryshuar, pavarësisht se unë jam në kontakt me borshin gjatë gjithë vitit, po ka ndryshuar realisht shumë, domethënë. Ndërtesat kanë filluar të marrin një tjetër formë, duke u përshtatur, po themi pak edhe zonës, po bëhen më të bukura, por ndërkohë edhe shërbimet, domethënë nëse ka qenë mikpritja deri diku, ka qenë goxha e mirë, ka filluar të përmirësohet akoma. Të bëhet akoma edhe më e mirë. Domethënë kemi hequr tabun 15 ditë, qoftë edhe një ditë, qoftë edhe 2, domethënë në varësi të dëshirës së pushuesit. Por tradita e dikurshme që ka nisur nga pak që në kohën e diktaturës në disa familje e për të tjerë gjatë viteve 90, i ka ofruar banorëve eksperiencën e duhur për të zhvilluar dhe për të rritur në sektorin e turizmit dhe më vonë për të investuar edhe në hoteleri. Sot që po flasim, në këtë vit u hapëm në 15 maj dhe mbyllemi diku nga data 10 tetor. Jo në kapacitet të plot, por që realisht është pothuajse dyfishuar. Ata që kanë operuar që në vitet 90 tregojnë diferencën e turizmit të mbi 30 viteve më parë dhe asaj që është sot kjo industri. Në fakt, interesante është edhe vetë u befasuam, sepse vërtet kishim gati 30 vite me të që merreshim me biznesin familjar të prindërve, mirë po hoteli është tërësisht tjetër. Me thëmë pothuajse asnjë lidhje me biznesin familjar të dhënies së dhomave me qera. A e kishë menduar që në Borsh do vinte dita që ju do investonit në të tillë sipërmarrje? Pra, e prisni që do kishte Borshi kaq shumë? Realisht jo. Pavarësisht se ëndra ka qenë gjithkohës që dua të bëj një hotel, po që në këtë mënyrë, edhe të ndërtesës, po edhe të funksionimit, domethënë të hotelit, jo. Borshi njihet për plazhin e tij dhe ujin e kristalt, diku me guralec të imët e diku me guralec më të mëdhenj, që e bëjnë këtë destinacion të preferuar për turistët e huaj dhe vizitorë vendas, teksa ky fshat akoma ruan në mënyrë besnike turizmin familjar. Një plazh që i ka të tëra, jo vetëm plazhin, po ka dhe fushën, ka dhe lumin, ka dhe detin, ka dhe malin, ka dhe kalan, gjitha. Dhe na ishtë bërë plus, ka një vi detare 6.500 metrë gjatë, vi brigdetare, që se ka asë një vënd në jug të Shqipërisë. Dhe kjo është arsye që shumë të huaj vinë dhe gjëjnë dhe rahati, sepse ku ka plazh gjë që ka dhe plazh publik, që një pjesë e njerëzve duan plazhin publik, jo atë me pagesë. Kjo gjëra i siguron si fshat. E para është qetësia. Me thënë, vazhdon të ngelet plazh familjar. Me thënë, jo se mungon, po themi dhe jeta e natës, sepse ka ambjente kush i dëshiron, por në 8% të gjës është plazh familjar. Me thënë, kush vjen, dhe unë vetë jetoj në Tiranë, kështu që i ngarkuar me stresin, me lodhjen, kur vjen në Borsh, realisht shlodhesh, është qetësi. Këtu në Borsh ka një ndërthurje mes kuzhinës mezetare dhe asaj tradicionale. Ne japim mundësinë klientit që, sidomos klientit të huaj që ka qejf të provoj, po themi, kuzhinën tradicionale, gjë që dalim nga menuja standard e hotelit. Po themi, kur vjen që mirëpresim e akomodojmë, do me thënë edhe e pyesim për ushimin që nëse është interesuar, kemi edhe këto ushqime tradicionale. Pra i bëni dhe ushqime tradicionale? Dhe ushqime tradicionale në varësi të klientit. Do me thënë, më shumë të klientët e huaj që kanë qejf ta provojnë në këtë pjesë. Tani ma shuaj pak urrësjen. Jo vetëm klientët e huaj, po besoj se edhe shqiptarët, sado që mund të konsumojnë ushqime deti, do kthehen prapë tek e kërkojnë apo jo kuzhinën e tyre? E kërkojnë, sidomos ku qëndrojnë 5 ditë edhe larg, do me thënë që kalon 7 ditë, si thua, shkojnë tek origjina e ushqimit tradicional. Kështu që edhe me shqiptarët, do me thënë patjetër që po më shumti është me të huaj. Vija e gjerë dhe i gjatë bregdetare të bën të shijosh një pejzazh të bukur qoftë nga bregu, qoftë nga uji përmes sporteve ujore. Së fundmi në Borsh mund të provosh një tjetër sport ujor.
Ndërkohë që jeni në plazh nuk duhet të harroni edhe sportet ujore. Janë ato që japin adrenalinën edhe sigurisht një shije tjetër pushimeve tuaj. Dhe pikërisht në plazhin e Borshit, ku edhe panorama është shumë e bukur, sigurisht që kemi një lloj tjetër sporti ujor dhe quhet jet car, apo jo? Po, jet car. Në Shqipëri është bërë një trend tashmë, pjesa e jet car-save. Ne bashkë me kolegun tim kemi investuar në biznes të tillë. Po. Kemi hapur kapanonin ton, kemi filluar prodhimin e makinave siç e shikoni. Se ju i prodhoni vetë? Ne i prodhojmë vetë. Vërtet? Po. Ku i prodhoni? Këto janë prodhim shqiptar. Është një biznes vërtet sfidues, të thënë drejtën, sepse ka shumë procese, ka shumë avari, do një eksperiencë në këtë lloj fushe, por fillimi gjithmonë është i vështirë. Është vështirë. Nga ju lindi si ide? Duke parë në shtete tjera, në Egjipt, në Kinë, në Dubai, dhe vendosëm që pse jo, mos i futemi dhe ne këtij biznesi. Biznesit. A i duan shqiptarët? I duan sportet ujore? Po, i duan. I duan, kanë rrezikun e vet. Është një fushë, një sport që do të kesh siguri patjetër. Do të kesh siguri, do të kesh përgjegjshmëri, kontrollin teknik se s'bën. Është një sport që ofron siguri dhe jo shumë shpejtësi, duke ofruar një xhiro dhe lundrim ndryshe në ujë. Ju jeni të shpërndarë në të gjithë rivjerën shqiptare me këtë lloj sporti? Po. Ky si fillim është sezoni i parë në Borsh. Kemi pasur mjete në Ksamil. Po. Kemi futur mjete edhe në Velipoj, edhe në Durrës. Janë me të vërtet fantastike, njerëzit i pëlqejnë shumë. Sa shpejt shkojnë këto? Këto janë motor Yamaha 40, 40 kuaj fuqi deri në 60 kuaj fuqi. Janë motora të qetë, nuk janë motora që ti të hecësh me një lloj shpejtësie të madhe. 50 deri në 60 km/h po. Janë të sigurta. Pra, ofrojnë argëtimin për të gjithë ata që duan ta provojnë, por janë dhe të sigurta. Pra mund të jenë familjar, din apo nuk din, mund ta bëni gjithë. Ne i shoqërojmë unë, vetë personalisht i shoqëroj pushuesit. Kush është i licencuar që ka patent, mund ta drejtojë edhe vetë mjetin. Por në praninë tuaj. Edhe në praninë time, por mund t'ja besojmë edhe pa që janë unë i pranishëm. Ne i kemi ndërtuar me motor të jashtëm, jo me motor të brendshëm jetskiet. Që do të thotë? Janë më të sigurta, më të manovrueshme, jo për sport ekstrem. Kjo anon më shumë te pjesa e të shijuarit të detit, të shijosh peizazhin, të shijosh natyrën. Moshat e reja dhe të huajt janë ato që zgjedhin të kombinojnë pushimet me sportet e adrenalinës. Të them të drejtën, shqiptarët kanë treguar goxha interes. Interes. E duan më shumë shqiptarët adrenalinën. Tregojnë shumë interes, pyesin. Në momenti që hypin makinë në mjetin e ujit, më thonë, ndron komplet energjia e njerëzve. Vërtet. Ndron komplet. Si është? Në fillim, domethënë, duket që janë pak të emocionuar, duket që kanë pak me frikë. Në momentin që jemi në det të hapur, çdo gjë ndryshon. Edhe vetë mua personalisht ma ka ndruar komplet energjinë. Dhe në Borsh i gjen të gjitha grup mosha dhe turistët nga vende të ndryshme të botës, siç janë këto dy familje nga Polonia që janë rikthyer për pushime në këtë fshat, por edhe të tjerë. We went to Dermi. Fillimisht vizituam Dërmiun, pastaj Qeparon. Bëm edhe një udhëtim me varg në Gjipe. E njohim shumë mirë Rivierën, por përsëri duam të zbulojmë vende të reja këtu. Shqipëria është e qetë dhe njerëzit janë shumë mikpritës, gjë që neve polakëve na pëlqen shumë. Kemi në plan të vizitojmë edhe Beratin. Po kërkoja për një fshat të vogël që nuk është i mbipopulluar dhe gjeta Borshin. Na ka pëlqyer aq shumë sa që jemi kthyer sërish. Uji, ushqimi janë fantastike. I love Albanian people. I love spend time with this place. Më pëlqen të kaloj kohë në Shqipëri. I dua shqiptarët dhe ky vend është i mrekullueshëm. Për mua gjëja më e bukur këtu është uji. Nuk ishte surprizë sepse kisha dëgjuar më parë për këtë, po kur sheh këtë blu të thellë, është
është kaq magjike. Jam nga Brazili, kam udhëtuar në shumë vende, por Shqipëria është ndër të preferuarat. Deri tani në të gjitha plazhet që kemi qenë, uji ka qenë i mrekullueshëm, por borshi është shumë relaksues, duke ndenjur, duke pirë diçka dhe duke biseduar, për mua këto janë pushimet e ëndrave. Të rinjt janë ata që po preferojnë të pushojnë në borsh, në një tjetër mënyrë, përmes rulove, ku praktikisht duket sikur shtëpinë e ke me vete dhe shijon pushime ndryshe. Kështu kanë zgjedhur të bëjnë këto 4 vajza nga Tirana, të cilat na ndajnë në mënyrë të sinqertë eksperiencën e tyre me rulo. Kur vini në borsh, duhet të kuptoni patjetër që hapësira e plazheve publike ka bërë të mundur që ata të cilët preferojnë kamperin, edhe që kuptohet si atë një aventurë ndryshe dhe një përjetim ndryshe të pushimeve, i gjejmë pikërisht këtu. Dhe unë jam dalur tek disa vajza shumë të bukura që i gjeta këtu. Goca, si ka nisur kjo dashuria juaj me kamperin, me këtë udhëtimin? Mjafton që ne jemi shoqëri dhe shkojmë kudo ku të bëhet qef. Si vjet ka qenë borsh, ja ishte në mori zemrën edhe jemi kënaqur shumë me thënë drejtën, po bëjmë gati një javë, fatkeqësisht sot do ikim. Sot është e fundit. Uji ka qenë shumë i pastër, ka qenë shumë qetësi. Për mendimin tim është më mirë të zgjidhësh një kamper edhe një plazh publik, ku ke gjithë hapësirën e mjaftueshme për të bërë gjërat që ti do. Në fakt për mua ka qenë eksperiencë për herë të parë, sepse nuk kam provuar asnjë, por më thënë drejtën pëlqeu shumë dhe do ta provoj sërish. Do ta bëni sërish Shqipërinë me kamper. Po. Domethënë kur e keni provuar, e keni kuptuar që është dashuri, ka dashuri me shikim të parë. E ke parasysh do të ishte dashuri me shikim të parë. Që në të shpëtimin ju atje, si ja bëni ju atje. Unë kam qenë e para. Dhe kur kam ardhur e para. Unë kam qenë e para që kam provuar, po se ka ndryshuar komplet mendimin. Ato do vinë një natë, do unë do ikim, nuk rrim aty, ju bëni çfarë do doni, unë nuk rri kamper. Po pastaj si ishte ajo nata e parë që do ndryshoj vendin? Unë nuk lëviz më ka këto do rri këtu, jam në do rri 3 muajt e verës. 3 muajt e verës. Energjinë e prodhojnë përmes paneleve diellore, ndërsa ujin e pishëm e marrin nga banorët në borsh. Por që mendimën e njerëzve që janë këto me pjesën e ujit më shumë sepse nuk ka, domethënë nuk kemi ku gjejmë edhe pastaj me energjinë diellore kemi siguruar vetë se nuk është se në mundsohet korrent. Kuptoj, po si e keni munduar? Panele diellore. Po. Nëse do ta bëj një udhtim, do ju telefonoj dhe them çka kam nevojë të marr me vete. Po, do të bëj gjithë. Thonë që kjo mënyrë të jep një formë ndryshe lerie në çdo vend ku do të pushosh. Ne jemi pa plan, domethënë ngrihemi sot mëngjes dhe themi do ikim këto. Sa herë kthehesh në këtë vend, aq herë kupton që borshi është shumë më tepër se një destinacion veror. Është një vend ku çdo gur ruan një histori dhe çdo dallë të jep qetësinë që kërkon. Me një mikpritje që është ruajtur në breza dhe një natyrë që nuk të zgënjen, ky fshat mbetet gjithmonë një derë e hapur për të mikpritur sërish çdo që mbetet i dashuruar me këtë fshat.